Njerëz së shmendur ndodhemi në pallatin e Kongreseve për arsyen sepse është hapur panajiri i librit. Për të gjithë ata të cilët nuk patën mundësi të vinin, duhet të ndiqni Metri por të shikoni se çfarë është bërë. Sa i madh ka qenë fluksi te botimet e Albas këtë vit në panajirin e librit? Në stendin e Albas kemi pas shumë vizitorë dhe një vëmendje të posaçme ju kushtojmë edhe fëmijëve. Fëmijët janë lexuesit tanë të vegjël dhe ne kemi shumë libra për të gjitha grup moshat në fakt. Ne fillojmë që nga në moshën 0 vjeç dhe deri tek libri universitar e motej tek libri artistik. Çfarë ka ofruar këtë vit shtëpia botuese Pegi lexuesve shqiptar? Atëherë kemi sjell disa botime të reja. Njëri prej tyre është ky që shihni këtu mbrapa jush, Charles Bukowski me Bukë me sallam. Është një nga librat e tij më autobiografik, është më i vërtet do thoja unë. Gjithë ata që pëlqejnë Bukowski me siguri do adorojnë këtë libër. Pastaj kemi Fundamentalist pa dashje, gjithashtu një libër i përkthyer nga Ilir Baçi, që është një libër shumë aktual, sepse flet për një farë ekstremizmi fetar që lind dashje pa dashje. Pastaj kemi Albatros Rexhe me librin e tij të ri Rebelimi i Lulus, që gjithashtu po pëlqej dhe po ndiqet shumë nga lexuesit. Kemi 2-3 libra që janë vazhdime të serive të mëparshme dhe midis cilave Qyteti ma gjepsur, që shumë lexues na e kanë kërkuar, është vazhdimi i Sekretit të shtëpisë Nishull. Dhe kemi 2 seri të reja për fëmijë, Martina dhe Olivia. Po cilat kanë qenë grup mosha që kanë shfaqur më tepër interes për stendin tuaj? Ashtu si kurse dhe çdo vit, ne kërkojmë dhe shpresojmë shumë që të kemi pranë stendës tonë kryesisht të rinj, fëmijët mbi të gjitha. Pse e them këtë? Sepse ne synojmë dhe gjithsecili prej botuesve synon që të edukojë dhe të indokrinojë dashurinë për librin tek brezi i ri. Janë ata që janë lexuesit e ardhshëm. Megjithatë, kemi lexuesin besnik që janë kryesisht mosha e 2 dhe e 3. Nuk mungon, pra janë të gjitha grup moshat, nga fëmijët deri tek të rriturit e mëdhenj.